E si mund të nisë dhjetori ndryshe pas cinnamon rolls, të cilat janë ideale për këtë periudhë festive dhe për më tepër janë të parezistueshme. Do të filloj me 200 ml qumësht të vakët dhe një lugë çaj me maja. Do e përziejmë dhe do e lëmë për disa minuta. Ndërkohë, në një tas tjetër do të shtojmë 500 gram miell, qumështin, një vezë të plotë dhe 70 gram sheqer. Do e punojmë brumin mirë derisa të lidhet dhe më pas do e mbulojmë me celofan dhe do e lëmë të vijë për 2 orë në ambient të ngrohtë. Për mbushjen do të përziejmë 80 gram gjalp të butë me 100 gram sheqer, gjysmë kafe, gjysmë të parë dhe një lugë gjysmë me kanellë. Bëjmë gati vendin e punës dhe do të fillojmë të hapim në formën e një pete drejtkëndore brumin. Do shtojmë gjalpin me kanellën dhe do e përhapim mirë. Më pas me ndihmën e një fije do e presim brumin në mallësinë si në video dhe do e vendosim në tavë. Do e lëmë të vijë sërish për të paktën 30 minuta dhe më pas do e pjekim në temperaturë 180 gradë për 20-25 minuta. Ndërkohë do të përgatisim kremin me 40 gram gjalp, 100 gram krem djathi dhe sheqerin pluhur e shtojmë në sasinë e ëmbëlsisë që dëshironi ju. Unë kam shtuar diku tek 60 deri në 70 gram. Pasi cinnamon rollsat të dalin nga furra, do të shtoni kremin dhe kështu i keni gati për ta shijuar ëmbëlsirën.